kë je tifoz këtë botror? Me Francën, si gjithmonë, dhe me atë kam qenë dhe vitet e tjera. Si duket si ka për Franca deri tani? Mendoj që ka qenë mirë, po edhe për mirësim edhe mbas e pa. Kush është lojtari jot i preferuar? Normalisht si gjithë Mbappeja. A mendon se do jetë Mbappeja golashënuesi i këtij botrori? Besoj se po, pavarësisht se ka edhe rivalin e tij që është Messi, por që besoj se po. Cilat janë dy ekipet që shem finale? Mendoj Francën me Anglinë, por edhe Anglia ka rrugtimin e vështirë, duke qenë se do përballet me Brazilin, më pas edhe me Argjentinën. Cili ka qenë lojtari surprizë? Mendoj se Messi, pavarësisht se është lojtar i mirë, por që nuk u priste që të ishte dhe golashënuesi më i mirë deri tani. Po një kombëtare që ka zhgënjyer këtë vit, kush mendon se ishte? Gjermania. Po një kombëtare që ka surprizuar për mirë. Ajo që u fut për herë të parë ishte Cape Verde, që cila ka dhe përballjen me Argjentinën.